Sot në Gramsh u mbajt një protest nga prindërit e fëmijëve të infektuar me salmonel në kopshtin numër 1 ditën e djeshme. Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar se nga analizat e kryera ndaj 79 fëmijëve dhe stafit në kopshtin e Gramshit, të paktën 14 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me Salmonella enteritidis. Prindrit kërkuan transparencë dhe masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë ushqimore. Kam një fëmijë që ka dalë pozitiv. Përgjigjen e kam marrë dje pas disa sherreve te kopshti, nga kopshti tek infektivi aty. S'na jepnin përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja, e kishin për ta marrë që të shtunën para dite, nuk e morëm. Edhe dje me gjitha i debat që bëm me zi e mora, me sa kemi dëgjuar në kjo është një smundje ngjitse, dhe përdesa është një smundje ngjitse duhet kishte një dikush, të paktën nga infektivi nga spitali që na orientonte të na thoshte që kjo duhen këto masa të mera, se ne kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu. Mia ime ka qenë martën që është infektuar, fal mjekës që na dha ilaçin dhe është mjekuar, tani është disi më mirë, po prapë dhimbjet vazhdojnë dhe nuk e dim sa do sjasin. Ndërkohë, njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Gramsh me anë të një emaili konfirmon përhapjen e infeksionit me salmonel në kopshtin numër 1 të qytetit. Ajo i bën thirrje të gjitha qendrave shëndetësore dhe spitalit bashkiak për bashkëpunim të ngushtë dhe raportim të menjëhershëm të çdo rasti të dyshuar.